Janë vetëm 2 kilometër rrugë, të cilën prej më shumë se 30 vitesh e përshkojnë rreth 70 banorë të lagjës Toma në Beltoj. Banorët kërkojnë nga institucionet që të bëhet të mundur shtrimi i saj që do t'i ndihmonte shumë në përditshmërinë e tyre. Këtu siç po shihni vetë rruga këtu është katastrofë. E pora punë si thënë dimit, fëmia nuk mundën me hecë si thënë kom, si dikush nuk ka mundësi as për makinë për gjë. Duhet me bajt print edhe në shpinë si thënë ka herë fëmijë vegjël. Edhe pjesa më makina, si që po shihni vetë, janë grupët mumit mena, e pora punës. Mali këtu për shembull për një kanal, si i thojnë, me largu me shmangujnë, nuk e bojnë. Një investim, sa dhe të vogël më një asfalt, se kërkojmë si standardet europiane 15 cm, po dikun 10 cm që të paktën. Kena bon kërkese, kena fol me kryplakun, kena fol me anëtarët e këshillit, bashkisë, do bëhet, do ta menojmë, do të bëhet, do ta menojmë. Në fund rezultati kjo është. Premtime kanë marrë të ankohen, rrugën e pat, e keni pa në kodë thot, se jena thot, ecëm për dofla. Po, vetëm Kandahar dhe tjeni shto. Vetëm Kandahar e është shto. Përja tje është e dame në thejk. A ki po, përja tje është e dame. As kena drita, as kena uj, as kena rrugë. Punë që ne të kërkuj, pse s'do na. Kjo është mundësia me e bani. S'kjo është mundësia, zhavër se kena hedhi të na, ishte shtru rruga dër në bushat. Për zhavurin, për investimet që ja ban. Që kam lehu një shtu është. Paralelisht me rrugën, banorët thonë se është nevojshme të ndërhyet edhe për sistemimin e kanalizimeve nën toksore, që sot nuk ekzistojnë për këtë zonë.